me 19 maj 1999 filloi zbatimi I skenarit për vrasje masive të burgosurve shqiptar. Forcat policore serbe, bashkë me gardianët e burgut dhe me disa nga të burgosurit më kriminal serb, do të shtinin me armë dhe bomba ndaj burgosurve shqiptar 65 ditëve në vijim. Kësaj, me 24 maj 1999, nga rreth 980 burgosur shqiptar sa ishin grumbulluar në burgun e Dubravës, një u zhduk, pra u këshin hoti, 117 burgosur u vranë, kurse mbi 300 të tjerë u plagosën, por zbulimi I masakrës së Dubravës është zbulim edhe I kryerësve të kësaj masakre, I planifikuesve të skenarëve të saj, I urdhërdhënësve dhe I zbatuesve. Bëj thirrje përsëri është që Prokuroria Speciale e Kosovës të filloj zhvillimin e hetimeve për këtë masakër dhe iniciimin e proceseve gjyqësore për të. Dhe nuk ka vend më të përshtatshëm për ta bërë këtë thirrje se sa pikërisht vendi ku ne jemi të fortë e gjallë, po kriminalet e luftës të çdo rangu dhe përgjegjësie duhen hetuar dhe ndjekur penalisht, sepse krimet e luftës nuk vjetrohen, nuk harrohen dhe nuk falen asnjëherë asnjëri prej tyre në asnjërin rast. Pas fillimit të bombardimeve nga NATO-ja, në saqet ushtarake serbe, 24 mars 99, qeveria serbise aktivizoi planin e masakrës në burgun e Dubravës për ta fajsuar NATO-n se ata janë fajtor në krye të kësaj propagande, edhe sot qëndron si president ish ministri propagandës I Miloševićit Aleksandar Vučić, të cilin diplomacia evroamerikane edhe sot e ladaton duke mbajtur në Dubravës të vitit 1999, që t'ju mundsohet ishte burgosurve për të dhënë dëshmi personale në Prokuroritë e Republikës pa pagesë, të ngrisin padi personale dhe të udhëzohen profesionalisht për gjenocidin e shtetit serb të cilët e kanë kryer mbi ta në burgun e Dubravës prej 19 deri 24 maj 1999, sepse shumica e tyre po vdesin me këtë breng. Gjithashtu, të udhëzohen edhe familjet e ish të vrarëve në burgun e Dubravës që ta ushtrojnë të drejtën e tyre për ta paditur shtetin e Serbisë për vrasjet e më të dashurve të tyre.